A mund të arrijnë raketat iraniane deri në Kosovë? Një hartë e publikuar nga Izraeli ka ngritur alarmin në Evropë. Sipas zyrtarëve izraelit, raketat balistike të Iranit kanë rreze që shkojnë përtej lindjes së mesme, potencialisht deri në Ballkan, përfshirë edhe Kosovën. Krizat që nisi me sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit po shndrohet në një përplasje me pasoja globale. Sipas grafikëve të publikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Izraelit dhe analizat të Qendra për Studime Strategjike dhe Mbrojtje, raketat iraniane mund të kenë rreze nga 300 deri në 2500 km. Modelet si Shahab-3 dhe Gadr 110 mendohet se arrijnë deri në 2000 km. Brenda kësaj rrezeje përfshihen qytete si Athina, Sofia, Bukureshti, madje teorikisht edhe më larg në Evropë. Por ekspertët paralajmërojnë, rreze maksimale nuk do të thotë goditje automatike. Efektiviteti varet nga saktësia, mbrojtja ajrore dhe kushtet taktike. Megjithatë, mesazhi është i qartë, përplasja në lindjen e mesme nuk është më vetëm çështje rajonale. Ajo mund të prekë edhe Evropën.